djali ka të drejtë me taku me vajzën, vajza ka të drejtë me taku me djalin. Por në kushtën normale, me ka një person tjetër, jo me vetë mu, me dale me motrën e vetë, me dikana, me vlla, me dikana, s'paku me ne shoqet vetë, edhe me shkëbyj në fjalë. Tash për punë telefonave, në s'mune me bë telefonat haram, sepse nëse Allah ja ka leju më takun të avelin më ullë me te, pse mi andalu na me fol një telefon? Por që është jashtë, se një telefon e ngrej telefon tjetër, një fjallë e ngrej fjallë tjetër, ta në mavur spëndale. Për ataj që ka serios, e dhëtë me pas djem të bia tona këtë punë serios, në përmjet dikujna, a ka mësi që qik me dalë me vlla, me motra, me dikana. S'ka kërkën, s'pak me ne shoqë që me dalë edhe, punë e vetë një ben publik dikon, edhe bojnë, Allah unë të regaj që kam të kam, vetëm që ki mund pyt, unë të pës ty që kam të pyt, që kënë numër jam, kine ujë me pyt ma sënej diqka, pëtëm, sa aza shumë të kufizuara, që ka harru me dvejt diqka, dhe me dvejt ma sëndej. E që e mire se këtu pasaj me shti burrat. Me thonë babës, baba qaj djallë, ose baba qaj qik, e kërim takun e her dikun me te, mund të rësu me gjithë dikan, me vetë dikan, far familje ka, far babë ka, far nane ka, far lazni ka. Dhe nanën tjetër, far djalli ka ashtë, arrana, nuk rana, mashtrana, nuk mashtrana. Do të me ditë vajza me kanë ka folbë.